Dhe prandaj unë sot këtu i bëj thirrje gjithëve, pa dallim, edhe ata që kanë qenë të kënaqur me mua, po ata sidomos ata që kanë qenë të pakënaqur me politikën e LDK-s, edhe ata që kanë pas funksione të larta, të vinë, të rreshtohen prapa qëllimit përbashkët të antarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jemi pak, kemi nevojë për secilin, do të punojmë ta kemi secilin. Natyrisht, pas çdo vendimi të shumicës do të ketë rreshtim, prapa një ide më madhore. Kjo ide më madhore në obligon gjithëve që cilëme me përgjithësi. Gjërat s'mund vazhdojnë si që kemi pasur deri tani. Procesi demokratik është proces i cili ka fillim dhe një përfundim. Tash e tutje, përkatësisht nga hëna, do të kemi një angazhim strukturor gjithandej Kosovës me njerëz më të mirë që ka Lidhja Demokratike e Kosovës. I bëj thirrje gjithëve edhe një herë, ata të dëshpëruarit, të larguarit, dorëhiqurit ose jo, të kthehen brenda shtëpisë së tyre politike në funksion të plot politik. Dhe besoj se do të gjejnë hapësirën e vetë brenda besimit që do ta kenë mbi vullnetin e antarësisë. Për mbi 7 orë diskutime në kuvendin e punës, në kuvendin e thirrur nga unë, prodhuan demokracinë maksimale që një parti politike mund ta ketë. Dhe kjo demokraci maksimale na vjen në formë të debatit të hapur, konstruktiv, brenda antarëve të familjes sonë politike, dhe në fund, si në asnjë rast tjetër, një proces i paraqitjes së dorëheqjes dhe nisjes së votbesimit mbi kryetarin e një partie nëpërmjet votimit të fshehtë. Mendoj se më shumë se kaq s'mund të shkojë një parti politike, jo në Kosovë, jo se jo në rajon, po dhe në pak vende tjera të botës. Tani me votim të mbyllur u dha verdikti i antarësisë së LDK-s, për cilin jam falënderues, por po ashtu jam dhe mirënjohës i mbështetjes së vazhdueshme, po dhe kundërshtimeve në këtë proces përpara. Zotohem se do t'i afroj të gjithë. Dhe me këtë afrim nuk kuptoj që gjejmë më të mirën brenda vetës, të ruaj imunitetin, por të jemi të sinqert me popullin e Kosovës dhe me vlerat themeltare që kemi si LDK. Kemi diskutuar se na duhet komunikim politik brenda spektrit politik. Dhe kjo është shumë e natyrshme. Kur flasim për marrëveshje politike, nuk e kemi fjalën për pazare politike, kemi fjalën që duhet të ulën partitë që të bëjnë numrat për një president të arshëm të Republikës Kosovës. Prandaj jam i gatshëm të flas me gjithë spektrin politik për të dhënë zgjidhje çështjes shumë të rëndësishme të presidentit, i cili do të jetë konsensual dhe të përfaqësojë unitetin kombëtar të Republikës Kosovës. Kjo është fryma e deklaratës politike që do të bëhet publike, pra po jemi të gatshëm të flasim dhe të shohim se çfarë alternative sjell i gjithë kuvendi i Republikës Kosovës, ose së paku 2/3 e këtij kuvendi. Prandaj kur themi marrëveshje politike, mos e merrni si të rënd të gabueshme, është gjëja më bazike që demokraci bën. Na duhet të ulemi për të bërë një shumicë, për ndryshe si do të bëhet ajo shumicë. Nëse sulemi për të marrë vesh për presidentin, si bëjmë numrat për presidentin.